Zotria thotë, përveç se një vepër e përsosur, qysh në abstragimin e shëstimin e vetë arkitekturor, ka pas një minare të radhë të shume për elegancën e vijat e saja, të larzueme me mjetet e zbukurimit më të spikatuna, si kronshtajnat e balkonit e prisat e rendituna me shije të madhe që jepte petkun e një vepre perle. Ka qenë e gjitha ndërtume me një kurshtuk të veçantë të jetë të letë, që vëllimi i njerit për tyre të befasonte kur e krahasoi me peshën e vetë të vërtetë. Veçanti tjetër e rrallë e kësaj xhamie e njohur në të gjithë vendin ishte përsosja e akustikës e arritur në fal një sistemi shumë të ndikuar etj. Problemi i xhamisë së Plumit nuk është problemi jonë, nuk është problemi i kohëve tona vetëm. Edhe më përpara xhamia e Plumit ka lënguar si sot, por nuk janë interesuar dhe të gjithë do të pyeten përpara Zotit. Kam gjetur një shkrim tek Cirka në 1938, shkruan një person me pseudonimin Shkodrani. Thot Drini dhe Kiri, po i vërsulen vjeta me vjetë, sashi i ka mbushë dhe shkallët që thuhet se i ka pas për bukuri. Në minaren e kësaj xhamie tashma është prit me hyp, se afër Sherifes janë shkrep disa gur. Se që shkruaj për këto dy monumenta, e ka fjallën edhe për xhamin tonë. Se që kemi, çka të thomi, mjafton me kënu e librin Guide de l'Albanie, për Guide e Shqipërisë, të arkeologut francez Zotri Leon Rey, që ndodhet në mision në gërmimet e Pojanit. E kam volumtuar këtë dhe kjo është njëri që ka zhurmë të thella në këto gërmime dhe në misionet e tija, ku shkruan për arkitekturën e veprave tona. Është detyra pra e Ministrisë Arsimit, Bashkisë, Endit Kombëtar, Turizmit e Kryeministrisë së vendit, pashim rahmet të gjithë bashkë, me u interesua për mbajtjen e këtyre monumentave në gjendje të mirë, të mirë, duke i rregulluar, pastruar, zbukuruar kujtimin e tjerë. Në 38-ën, jemi në 2009 dhe i themi këtij zotrisë, pas rahmet edhe ai me të gjitha ata të tjerët, i themi xhamia e Plumit është ka të ndisur edhe shumë më keq se sa siç e ka gjetur Leon Rey apo siç e ka parë Leslak apo dikush tjetër. Ky është turp dhe këtë turp ta ndaj secili duke filluar nga shallmaqorët e institucionit tonë dhe duke vazhduar me ata të Tiranës, këta të Shkodrës, të gjithë së bashku janë fajtor dhe ne jemi fajtor me ta. Jemi fajtor se i kemi lënë dhe vazhdojmë të lëmë gjithmonë interesat e fesë tonë dhe interesat e xhamive tona në duart e njerëzve të papërgjeshëm. Kur e lën çështjen në duart të papërgjeshmit, ja ke bërë grobën vetes. Por ne do të vazhdojmë ta ngrijmë zërin, edhe për te kësaj xhamie. Unë juftoj që ditën e dile, sepse të hanën është ditë pune dhe me 16 jemi të hanën, po të dilen, të falim misditën e këtë xhami, e kemi porositur automjetin, që do t'i marrë njerëzit dhe do të mbledhemi përpara xhamisë së Plumit, dhe le të dëshmojnë edhe mediat se muslimanët e Shkodrës nuk i kanë dhënë pasdore xhaminë e Plumit. I kemi ftuar edhe i kemi bërë thirrje edhe xhamateve të xhamive të tjera, shpresoj që të mos e neglizhojmë këtë pikë dhe këtë datë, sepse është përgjegjësi fetare për secilin prej nesh. Ditën e dile me kismet, nesër mas nesër, e palim misditën në xhamin tonë, pastaj shkojmë tek xhamia e Plumit, pak së paku për të kënduar një fatiha për shpirtrat e atyre hoxhallarëve dhe njerëzve të nderuar që kanë shërbyer dhe janë përkushtuar me devotshmëri në xhaminë e Plumit. Pak së paku për të kënduar edhe një fatiha për drejtuesit e gjallë por të vdekur të institucioneve tona fetare, vendore edhe jo vendore. Pak së paku që të shikojmë dhe të marrim vesh të gjithë se ne nuk e kemi lënë pasdore xhaminë e Plumit dhe nuk e nëpërkëmbim xhaminë e Plumit, sepse nëpërkëmbja e xhamisë së Plumit është në përkëmbje e vlerave tona besimore, qytetare, kombëtare. Turp për të gjithë ata të cilët nuk reagojnë dhe struken të prikësuar nga hijet skaluarës. Turp për të gjithë ata të cilët kur e shohin këtë realitet thonë s'kaç më duhet mua. Ky është realiteti joni, xhamia e Plumit është xhamia e jon. 16 nëntori është datë e shtrenjtë dhe e shenjtë për çdo musliman shqiptar.
përderisa ne të nëpërkëmbim datat tona të shtrenjta dhe të shenjta, do të vazhdojmë të mbetemi një popull dhe një kombë pa histori, pa vlerë, pa dobi, pa asnjë lloj shenje në mesin e popujve dhe kombëve të qytetëruara.